shkruajnë poezi? Në menduar ndonjëherë? Pse jemi ndryshe nga krijesat e tjera? Poezia ka lidhur me njeriu, që në fillimet e mendimit abstrakt, që të shkrimi me kuneiform, pikëllimin e tij me kunja ai ekzempi. Si mund të shkruhet pikëllimi? Po ja që shkruhet. Ndoshta të shkruash tregon se njeriu është një shëmbulltyre hynores, ose ndoshta kjo hynorja ndodhet te secili prej nesh. Nëse shkruaj me kunja, me lap, nëse shtypim me makinë shkrimi, apo me tastet e pianos, me telat e kitarës apo me majën e penelit, ne jetojmë në poezi dhe mund të të kalojmë me mira vjet për të ringjallur një moment, sepse është poezia, bukuria, arti, dashuria, ajo që bën jetën t'ia vetë jetohet. Pa momentet e vogla, pa poezi, pa muzikë, pa art, gjithçka do të humbiste me kohën e do të bëhej plumur në erë. Ndaj ne shkruajmë poezi. Ne qëndrojmë gjallë jo vetëm sepse ushqejmë dhe mbijetojmë, por sepse ndjejmë, krijojmë, dashurojmë, u japim gjëra momenteve të vogla, sepse shkruajmë poezi. Përshëndetje gjithëve. Unë vetëm do bëj një përshëndetje për organizatorët e aktivitetit. Për cilësinë e aktiviteteve do ta veçoj atonën të gjithë mësuesët, sidomos në këtë muaj ekipi lëndor i gjuhës së tërësisë e ka shpalosur gjithë atë kapacitetin e vet krijues bashkë me nxënësit. Po vërtet do të veçoj atonën tek cilësia që ka në aktivitetet e veta. Dhe do të falenderoja shumë edhe klasat e projektit që janë bërë pjesë organike e aktiviteteve të shkollës. Kështu që ftoj, këtu besoj kam të ftuar klasat 10. Që ftoj nxënësit e klasës së 10 ta vijojnë këtë lloj praktike që është bërë, që aktivitetet e projektit gjerman të jenë një pjesë organike dhe për ju, pjesë organike e shkollës, dhe të kemë po të njëjtën prezantim edhe për në shkollë, po edhe për tek shkollë. E dini që aktivitetet të cilat kanë në fokus projektin gjerman janë në vëmendje edhe tek ambasada apo të tjerë të shamirës që e dinë dhe e ndjekin atë ecurinë e projektit gjerman. Kështu që falenderimi veçantë për të gjithë organizatorët, për nxënësit që e kanë bërë këtë aktivitet dhe tash do të veçoja një cilësi shumë të mirë maksimale që ju bëni. Faleminderit për punën dhe një thirrje për të përfshirë vazhdimisht jo vetëm në muajin e letërsisë, me atë rëndësinë dhe me atë peshën që ka arti, që ka fjala letrare, letërsia, leximi në vetvete, për të qenë gjithkohën ose për të pasuruar veten tuaj edhe për mëtej. Jo thjesht tani që i keni detyra në shkollë apo një impenjim për një aktivitet që bëni në shkollë, por është një investim që ju do t'i bëni vetes tuaj për mëtej, për kulturën tuaj të përgjithshme dhe për atë çfarë ju do përfaqësoni statura juaj gjatë gjithë jetës. Kështu që libri, mos ju ndani librit, merreni me kënaqësi, lexoheni, bëheni pjesë të formimit tuaj, sepse ai vërtet do të jetë në dikur kur ishim nxënës thoshim miku më i mirë, por vërtet do të jetë miku juaj në formimin tuaj për të pasuruar edhe fjalorin, edhe mendimin, edhe argumentin që do të keni në çdo moment që do përballeni me jetën. Faleminderit të gjithëve.
shehur do t'jem unë, në ndonjë fjala, ndonjë shkron, mjafton që libri ka ta heqësh, dhe unë do streso t'i pas teje, i si dikur me ma do qeshësh, si një bleri pas një rëgje, dhe unë do stres, do t'i pas teje, do t'i. Do jenë larguar, do t'i kredur si të te, në hapene e preferuar, nuk do të shohi më, ka ma njerë, e në për rrugët ku ka mesu, do ndihet kolla ime e tha, dhe kur në gjam, do të frinjet erë, do qash me erën, daj nga daj, po kur të jesh, mërzitur shumë, në ratë libra dhe kërkon, ati shehur do t'jem unë, në ndonjë fjala, ndonjë shkron, mjafton që libri pa ta heqësh, dhe unë do spres do t'i pas teje, i si dikur me ma do qeshësh, si një bleri pas një rëkeje, dhe unë do spres do t'i pas teje, do Se di se çfarë kemi dëgjuar se një fare mirë dhe ata që ju kam thonë. E ju kam thënë se jam kjo gruaja që qëndron të drejtare, dhe kjo gruaja që o zotë madh po pres të shoqë në stratë, ndërkohë që ky shoqi im ky. Ai ecën ende pyet që ditën e tij vëllai të shkon. Po çfarë nuk kam thënë se si kalon dita dhe dhënda me. Dhe këto dy a them unë. Se unë jam shumë se kaq, është trupi, është mendja, është rrjedha mendimeve që nuk dalon as kur sy të mbyllet. Nuk është heshtje, jo, është si val, që vjen gjithmonë të ta ndjej, e ndjej në lëkurë, në peshë të trupit, në nxehtësinë e gjakut, në mënyrën se si fustavit të qytet pas trupit, dhe po i ndjej edhe sy kur më ndjej në trupit. E të them të shumë kafa. E pse jo, kur unë e di se ç'jam dhe e di se ç'mbaj me vete dhe ky nuk është turp, kjo është jetë. Dhe unë ta mbaj fort, se ju një fare mirë se kush jeni edhe e di se ç'do doni të bëni, të më thyeni, të më dalit në copza, syt, buzët, flokët, shitër zotërisë në rresht 4, rrime, po unë nuk jam një. Nuk jam kjo copza e vetme, unë jam tani dhe jam këtu, jam hi dhe jam flak. Dhe nëse do më quani të bukur, të më quani të bukur. Nëse më quani të ndyre, po të më quani dashku, se unë do pres për bekimin tuaj kur unë jam tashku këtu. Dhe unë po ju flas, dhe unë po të them afrohu, dhe unë po të them rilar, dhe unë po të them se i përkas vetës time dhe kur e jap vetën time, se është e ila për të dhënë. Dhe këtë mos mendoni se nuk e di apo se mos e harroj. Se ju burrat e këta sotrinjtë të shekullit tonë, ju e keni shkatruar filozofinë. E keni bërë ca shkalavina në libra të plurosin që si hap njeri, ca Platonra e ca Aristotela që nuk i njeh njeri kur, por ju nuk e dini se çfarë është filozofia, dhe të dua dhe unë se ç'është filozofia. Filozofia është kjo, është ky mendimi i cili vjen të mira zëra në kohën kimi që vin një herë. Çmimi i mishit e kacapi në fund të rrugës. Disia çrape për më dashur, në mënyrë se si ma çon liçet të tilla. Në mënyrë se si ai atëherë, ai më pas që mos kish pak punë ju apo. E ndoshta vërtet s'kishte të sinë aty. Po e vërteta është që unë po të flas këtu sot. Dhe unë po të them, dhe po të shikoj në sy dhe realisht po të them, ti më beso. Më beso në këto që nuk të tua, më beso në të tua, po për atë s'po kulem do, se nuk jam bërë për të përkullem, të tua më beso. Ndaj ti më beso mua si që besoj unë në ty, si që besoj unë në këtë, si që besoj unë edhe në nesër, edhe nëse më shkënjen, se të do të vi si to që tjetë, ndaj dhe kjo, vajtja atin për marameni që bëjmë me të dy, kjo nuk ka shumë kuptim, nuk ka vetëm një kuptim. Dhe kuptimi është këtë, që të ta them unë, që unë jam këtu dhe ti e këtu dhe ne jemi bashkë, kur unë në fund do të them po.
jeta jonë pa libra. Sa ato faqe që na bëjnë të ndërrojnë, të mendojnë, të udhtojnë me imagjinat. Në videot që do të ndiqim tani, do të shohim pikërisht se ç'ndodh kur heshtin fjalët dhe historitë duken. Në një botë ka personazhe, klasat nuk shkruajnë. Tret janë të bardha si mendjet tonë, dhe heshtja është bërë më mbrojtje rreth tonë. Derë ngjyra shndron ende hapur, dhe askush nuk e sheh.
as nuk is. Ai nuk na lon si qenë njeri vetëm se frymon vargje. Ai thërret, ai qan, gënjen, pret fal, edhe kur është hyni, edhe kur është bish. Sepse njeriu njeri në vetë. Në çdo pikturë, në çdo pasqyrë, në çdo diell në letër, është thjesht njeriu duke i dhënë kuptim vetes në çdo formë të qenies. Ai sheh një botë të madhe dhe thotë, kjo botë është pjesë e ime, aq sa jam unë e saj. A nuk ishte apetitë si njeri? Ai vonë si njeri, dashuroi si njeri dhe në fund të vdiq si njeri. Ai u quajt hero, por hero është thjesht një fjalë për njeriu që humbon me forca të tjerë. Duket si më mendon se jeta është një udhëtim, një përvojë e veçantë që merret vetëm një herë. Por është qëllimi ai që ndryshon çdo herë. Jo vetë jeta. Gjithkush lëngon të jetë njeri, njeriu që ka përcjell mal me fuqinë e mendjes. Nuk ka shumë rëndësi se kush ishte Akili, edhe që çdo Akil pas tij të lartësohet aq shumë, që për të çdo mal të jetë kush. Po, edhe kjo s'ka ndodhur ndonjëherë, se Akili do të vetë. Ky është heroizmi tragjik. Shmangja një fal para caktuar dhe kërkimi një kismeti. Pa vlerë, jo ekzistues. Çdo njeri ka një shmang. Çdo njeri duhet të luftojë, si Akili, me Akili, për Akili, kundër Akilit. Kjo është historia e përrimit njerëzimit. Ti si na gënjesh vetën. Njeriu me tërësi është thjesht përvojë njerëzore, përsëritur kohë pas kohë. Mundi mund të jetë njëjtë, po. Historia kur nuk është. Asnjëherë nuk mund të jetë e tillë. Njeriu ecë në gjumte të bardhë dhe u transformohet ndryshe në këmbët e tij. Arketipi është harta, po. Njeriu është udhëtimi. Dhe në çdo udhëtim, një frym tjetër, një kthes tjetër, një dritë që bie ndryshe. A mjafton të them një hero tragjik i së vërtetës? Apo flas për personin apo për Hamletin? Letërsia nuk do t'i shkrijë ata në të njëjtën formë, ajo i dallon, i ruan, i ban si prova të pambarueshme të përvojës njerëzore. Arketipi është struktura. Por njeriu është rrëmuja dhe nga kjo rrëmujë vjen çdo histori që aflet lexon. Një që përcjell kuptim. Dhe kuptimi mbar kurorësh. Nuk ka nevojë që historia të jetë. Për sa kohë që mesazhi është i mirë, qëllimi i tregimit është përmbushur. Njeriu në tërësi është thjesht një mjet, një vegël shumë për të rritur, një armë, duhet të jetë mirëprekur. Por nuk ka nevojë të jetë njeri. Për sa kohë që mesazhi e godet për sa kohë që e vret, për sa kohë që e sfidon, atë personazhi ka luajtur rolin si personazh. Nuk ka pse të luajë rolin njeriu, arketipi jeton përtej njeriu. Pa njeriu, arketipi nuk është asgjë. Historia do përsëritet. Fryma nuk është asnjëherë e njëjtë. Nuk po kërkon ta bësh njeriu në sot. Jo, unë dua ta mbaj njeriu njeri. Cikli i njerëzimit do të thyet kur? Njeriu e ndjen çdo herë si në fillim. Letërsia e sheh njeriu si ide. Letërsia e shpëton njeriu nga të qenit ide. Por në fund do të shohë të njëjtë. Se letërsia ka kuptim, jo njeriu. Njeriu mund ta kërkojë kuptimin vetëm tek njeriu. Kuptimi është i zbrazur pa ne. Ndoshta. Përshtrove ta. A kështu është akoma? A është kjo letërsia e shekullit 21? Kjo është çfarë ka mbetur nga letërsia? Çfarë është kjo? Është kopertina që më nuk është pasqyrë, por thjesht një foto që ja tregojnë kirurgët plastik? Një hund si kjo? Një dashur si ky? Një jetë si kjo? Kur mbaron ky rol? Kuptimi ka. Nuk mësojmë më se kush jemi, thjesht kujtuam ringjajmë. Ne kemi dhënë vend ta bëjmë letërsi njeriu, po. Kështu njeriu ka humbur letërsi. Jo, për është prapë të vdekjes. O diell, ti qatë të spirt madh. E sopo në ditën tënde. O Anthony! Qëtësi! Jo, frimëria e qesarit nuk më lësoj mua. Por ishte frimëria në tonë që fitoj një vetë. As shpetje, as kusht tjetër përveç Antonit, duhet ta poshtë Antonit. Po vdes e
Gjift po vdes nga mira puthje, a mund të lësh të fundit rivusët e mia. Mundem dashuri. Në fajtë të drejtë s'mundem. Nëse më zdo në marrë në ropë, asë sigur të kisha fushine i fonës. Në që kërkoja me kujt me katët i të forë. Në gjithë të kanë sëkit të biterë. Por hajde në pak, të dëshirosh është marëzi. Hajde, 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 kërsejrëtë. Po vdes, Egjipt po vdes. Në jep atë vetë, e në lë të them të fundit fjallë. Qomë të mua, Një fjallë, vretëresha ime në për konderin tëndë, për shpëtimin nga qësarë. Mos i vendroj të qësarë, për vetë shpërkumit. As pak, unë të besoj vetëm vendimin tim në të partë të mia, asë tjetër. Mos shanë të dëshirë të madhë që të gjithë të një. Më kujto si qisha dikon, sekuencin më të madhë të botës, durin më fisnik që ka parë kjo tokë. Unë nuk po iki se të kacak, as nuk po lë pas more nga dorëzimi, po vdes si romak, i vrarë nga romak, me nder e me gucim. Shpirti po më janë, nuk mundem. O buri më fisnik nga të gjithë puna, si do më lëmë shpetë, si do t'jeton të botës prasë të aty. Shko më nga të mje, kurore, zotëria im! Da, kurore, do të po shtylla të shtarë, jenë në valet të ri, janë tani, të barabartë. Edhe qanta e botës fushua, ka sferë se të shpesmet, e në të thënë, që nga të thonë. Autor, William Shakespeare. Dhe nga dashuria midis Kleopatrës dhe Julius Cezarit, do të kalojmë tek një tjetër. Ajo e heshtur midis Bijës dhe Datit. Të më tepër shtojmë fjalën. Tani do të ndalemi në një nga historitë më prekse të letërsisë botërore, historinë e dashurisë mes Franz Kafkës dhe Milena Jasek. Një dashuri që nuk jetua kur plotësisht, por mbeti vetëm në letra.
Në to, Kafka nuk shkruan thjesht si një shkrimtar, por si një shpirt i ndjeshëm që do të kuptohet, të dëgjoj, më rëndësishme as të doj. Për këtë korrespondencë do të na tregojnë më shumë tani Deniz dhe Luisi. Mirëpesë. Në barak. Paka shumë jemi mësuar ta shohim luftën si shkak vdekjeje, si tuberkulozin edhe kancerin, si gripin e dizenterin, vetëm se rastet e vdekjeve tani janë më të shpeshta, më mizore. Tashmë vdekja nuk na tret, ajo është bërë pjesë e ditës, si buka që ham apo bajta ku shkelin. Edhe mendimet tona janë si bajta, formët ku aje përje dhe agitëve, ku na lënë rehat, mendimet i kemi të bukura. Kur jemi me sëzjarë, mendimet i kemi të vdekur. Ne si jemi më ata që ishim dikur. Lufta në ka zhbërë. Në ka zhveshur nga çdo ndjenje mëshirës të frikës. Ajo që dikur kishte kuptim, miqësia, ëndra, dashuria, nuk ekzistojnë më. Tani duken të largëta, si kujtime nga një jetë që nuk na përket më. Ne jemi të rinj, por jeta ka mbaruar përparsisht se sa të fillonte. Në vend të shpresës kemi mësuar të presim goditjen e radhës. Në vend të gëzimit kemi mësuar të mbijetojmë. Ajo që ekzistonte më parë tani nuk vlen më, është harruar. Në këtë botë prej bajte, tymi dhe gjaku edhe mendimet më të pastra treten, si në një lumë që se di më nga të rrjetë. Koha nuk ka lënë ashtu si të besojmë ne. Ajo nuk ecën para, por rrotullohet si një rreth që na i kthen gjithmonë atë ku kemi qenë më parë. Njerëzit mendojnë se harrojnë, por në të vërtetë kujtimin i përgjën e heshtje. Ashtu si zogjës ndalin këmbën e tyre, derisa një erë lehtë e shpirtit i zgjoi sërish. Kishte ditë kur në shtëpi flinte një erë që sillte aromën e detit dhe të shiut. Ishte sigurisht që të kaluara po kthehej për të kujtuar. Ishin zërat e njerëzve që që s'ishin më, por që në vërtetë nuk ishin ikur kurrë, sepse në këtë botë askush nuk duket pozisht. Çdo njeri le pas diçka, një frym, një kujtim, një dashuri të pathënë, që ndisi një fantazmë e butë. Dhe kështu, edhe pse trupat tanë plaken, kujtimet mbetin të djoma, të paprekur nga vdekja.
Janë disa momente ku kuptojmë se jeta është një rrjetë e hollë, e endur me fije kujtime shëndash. Ato momente në të cilat mësojmë se askush nuk shpëton nga vetmia, sepse ajo është pjesë e njeriut. Një pasqyrë ku shohim veten ashtu siç jemi, pa maska, pa iluzione, vetëm me zemrën e zhveshur nga çdo mashtrim. Vetmia është shpimi i dashurisë, dhe dashuria është vetmja gjë që Ballo, shenjë një histori. Dhe sot, ne do të hapim tonën me një histori dashurie që gjithë besoj se e njihni. Ato të Ana Kareninës dhe Vrasi. Dashuri që sfidon rregullat, që djeg si flas dhe përfundon si tragjedi. Por sonte në këtë sallë do të kujtojmë vetëm bukurinë e ndjenjës, ritmin e zemrës dhe magjinë e momentit. O njerëz, ju kujtoj se nderi dhe besa janë thesaret më të çmuara që njeriu mund të mbajë. Në për erat e fatit dhe trazirat e jetës, guximi, besnikëria dhe forca e zemrës janë ato që do të çojnë njeriu drejt shtëpisë së vërtetë. Dhe kjo jo vetëm shtëpisë prej kurit, por dhe asaj të shpirtit. Siç thosha gjithmonë, njeriu i mençur do të qëndrojë besnik rrugës së tij, sado të egrat e janë rrugët e fatit. Dhe kështu, në përudhtimet e Odises dhe shëndresën e Penelopës, unë ju kujtoj se forca e njeriu nuk matet në fuqinë e krave, por me besnikërinë, dashurinë dhe besimin që mund ditet si dhe në poshtë mundime. Në fund, njeriu kthehet gjithmonë atij ku zemra është. Gratë janë ata që bën yjet çajin dhe qiellin të heshtë. Romeo dhe Julieta, dy emra që tregojnë një dashuri më të pastër dhe të njohur që ka njohur bota. Ah, dashuria, ajo që din si dielli e shuhet si flaka. Dy zemra rajnë një botë që nuk i lejon të jenë bashkë. E po më mirë heshtë tani, sepse fati do të presh shpatën e tij dhe dashuria e tyre do të jetë gjak deri në ardhje. Jam Jane Austen. Jam ajo autore e cila ka shkruar jetën e saj duke parë botën. Një botë ku dashuria është përzierë zakonisht në krenarinë dhe varësia në paragjykimit. Ja, përballë neje, por vit, e disa të telet, të solidarësi, të zemrës nuk u njohën të herë, as krenaria e tij dhe paragjykimi i saj u vënë në mes të ndjenjave të tyre. Por në botën time dashuria e vërtet e gjen gjithë rrugën, edhe nëpërmjet gatimeve. Pra, edhe pse ku dukje shoqëria jonë të ballo, e ngrënie vallëzimi, fjalë të bukura, edhe cilët përsosura, unë që të kam dashur të tregoj botës se ajo që është e rëndësishme në të vërtetë është një mirësia, dhe ndjenja e sinqertë, sepse siç kam shkruar dikur, një zemër e sinqertë është më e vlerë se çdo gjë tjetër në botë. Ovid Arbris, mos harroni se një komp nuk ron me tokë me kur, por me një shpresë që nuk shuhet kur. Ashtu si në zemrat e Milosaut dhe Rinës, në të cilat nuk u shua kur dashuria, pavarësisht vdekjes apo vdekjes. Marina nuk janë heroj, por ata nuk janë as mëkatarë. Me ta kam shprehur vetminë absolute të njeriut përballur me absurde. Por kam shprehur gjithashtu dhe një të vërtetë tepër të thjeshtë. Njëria fillon aty ku njeriu ndalon si një njeri për ndjenjat e tij. Dhe kështu ai mund të jetojë. Sepse vetëm përmes plagjet të mia mund të çlira shpirtin, të cilin bote imponon të heshtja. Jeku janë Jane Eyre dhe Edward Rochester, dy personazhe të shkruar në perfekcion në film. Dy zemra që krijuan një lidhje që sfiduan rregullat. Një lidhje e zemrat e mendja janë gjithmonë të barabarta.
Të lutem basi më vonë. Sonja Karenia, të lutem do të ndjeroj me një vals. Nuk kemi frikë nga përkonje? Pse jo? Sepse vetëm tani me mua, zemra juaj po rresi shkruaj. Dashuria jo nuk ka rrugë, por ka një ndjenjë që nuk shuhet. Të lutem, le ta ruajmë atë në heshtje. Mjafton të shihni si sonte dhe nuk ta di se Çdo valë si do të vallëzoj, do të kërkoj hijen e kësaj nate. Dhe në çdo jetë që do të jetoj, do të kërkoj përsëri. C'est un moment qui rêve en fait pour elle. Quand elle danse qu'elle est encore pas jour. C'est un oiseau qui dans ses ailes, ses volets. Alors le son l'en fait souffrir sous mes pieds. Je pose mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et c'est lui qui lui jetera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
que je ne suis pas qui vous en sort. La demoiselle s'est révélée encore plus saine. Quand ces moments me font voir ces merveilles, ces eaux je prends l'envol de l'arc-en-ciel. Ma douce Hélène, laissez-moi vous profiter. Avant de vous avoir mené jusqu'au bout. Oh, mais qu'il a fait de moi un fil de miel. C'est que je prends le fil de soin de ce bouquet. Oh, je dis sur les sacs que je souhaite un jour de choses, mais à la fin. Je pense mes yeux se savent d'agitables. À quoi me sert encore le prix Notre-Dame? Et celui qui lui jetera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois. C'est le roi dans les chevaux de Smeralda. Në Pinguin e Notre-Dame de Paris, përmbyllim këtu aktivitetin ton artistik e lezar në kuadrin të muajit të shenjtë të Evropës. Zojve Shrandoshës dhe gjithashtu mësuese Vajbonët për punën e saj. Dhe mos harroni, siç ka thënë Madhi Dostojevski, nëpërmjet fjalëve njeriu shpëton nga heshtja.